Një aksident i rëndë është shënuar këtë të premte në Kosovë, ku për pasojë ka humbur jetën një person dhe një tjetër ka mbetur i plagosur në gjendje të rëndë. Sipas të dhënave paraprake, mësohet se viktima e aksidentit ka mbetur vëllai i këngëtarit të njohur, një herësh fituesi Big Brother VIP Albania 4, Besart Kelmendi, i njohur me emrin e artit Gjesti. Elidion Kelmendi ka qenë duke drejtuar një motociklet, në të cilën ndodhej edhe një shok i tij, në momentin kur është përplasur me një automjet, e përpasoj ka humbur jetën në vend. Personi tjetër, i cili ndodhej në motor së bashku me të ndjerin, mësohet se është dërguar me urgjencë në spitalin e Pejës, ku gjendja e tij është paraqitur shumë e rëndë, e për këtë është bërë transporti i tij drejt qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë për një trajtim më të specializuar. Lajmin ka qenë fshati i këngëtarit Gjesti që ka bërë publik në faqen në Facebook, kundër të tjera thuhet: "Një aksident i rëndë ka ndodhur pak më parë në fshatin tonë, përkatësisht afër fshatit Qungur, ku nga ky aksident ka mbetur i vdekur në vend vëllau i Gjestit, Eldion Kelmendi. Po ashtu në gjendje të rëndë është edhe një banor i fshatit tonë, i cili ishte i përfshirë në aksident." Ndërkohë është publikuar dhe momenti kur këngëtari mbërri në vendin e aksidentit dhe shpërthen në lot për vëllain e vogël që humbi jetën. Lidhur me aksidentin, policia ka ngritur një grup hetimor për të zbardhur shkaqet e rrethanat në të cilat ka ndodhur ai. Ndërkohë, për këtë ngjarje reagoi edhe një prej këngëtarëve, ish pjesëtari Big Brother, Gjibani, i cili anuloi publikimin e këngës që ishte planifikuar për këtë të premte. Sapo mora vesh nga një njeriu im që vllai i Gjestit ka humbur jetën në aksident. Si fillim janë momente shumë vështira për gjithë familjarët e vet. Ngushëllime, gjest, edhe fjalët janë të tepërta. Thjesht ju që prisnit këngën sot me qarkullu në orën 7, me ma bahallall, me mirë kuptuar, kam hangër bukë me atë njeri, kam jetu një shtëpi me atë njeri, kur ka qenë babi im smun, ka thënë inshallah bëhet më mirë babi banit, edhe sigurisht që nuk mund ta qarkulloj këngën sot, do ishte pa kuptim. E shtym për nesër, është gjëja më e vogël, gjëja minimale. Nuk kam fjalë. Një reagim i ndjerë erdhi edhe nga ish partnerja e Gjestit në Big Brother Egli Tako, e cila në një postim në rrjetet sociale me një fjongo të zezë shkruan: "Askush prej nesh nuk është në kohë për të qenë i dëgjuar në këto momente të errta. Doja shumë të mos e lexoja kur një lajm të tillë, të mos besoja, më dhem zemra. Zemërthyer, i shpreh ngushtimet e mia të përzemërta familjes Kelmendi. Zoti ju dhënë forcë të përballoni dhimbjen e kësaj humbje kaq të madhe, e shpirti i të voglit tuaj pushoft në paqe." Një reagim ka ardhur edhe nga Josefin Marku, me të cilin Gjesti në Big Brother pati një incident të rëndë. Në një postim Jozi shkruan: "Lajmi i trisht për humbjen e një jete kaq të re na i prek zemrat të gjithëve. Ngushtimet e mia më të sinqerta për familjen dhe uroj që Zoti t'ju jap forcë për të përballuar dhimbjen. Qoftë lule e xhenetit." Rreth 20 orë para kësaj tragjedie, motra e tij Blerina kishte postuar disa fotografi në llogarinë e saj në rrjetet sociale, mes të cilave ishte edhe një foto me vëllain Elidionin. Krahas imazheve, ajo kishte vendosur 2 emoji me engjëj, gjë që ka prekur dhe trishtuar shumë nga ndjekësit e këngëtarit. Eldioni ishte pjesë e momenteve më të lumtura të Gjestit, duke u shfaqur edhe në surprizën që u bë atij gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, ku familja e mbështeti publikisht.